gratë po luftojnë që mos shikohen thjesht si objekte. Dhe tani si të dalit nudo e lufton këtë gjë? Pikërisht të po them. Kjo është pyetja. A nuk janë vetë gratë që e ushqejnë gjithmonë më shumë këtë pozicionimin që është bërë si objektizim seksual? Sepse në vend që ta luftojnë me ka forma tjera, pikërisht. Me vlera, me karakter, ato e ushqejnë gjithmonë këtë pozicion që kanë, është sikur ju pëlqen ai pozicion që kanë edhe ushqejnë gjithmonë edhe më shumë. Më duket mua, të paktën ky është këndvështrimi im. E kuptojmë që dikush mund të jetë i frustruar si arsye padrejtësive, si arsye e fenomeneve të misogjinisë, seksizmit, shumë e drejtë, por ka mënyra për ta bërë. Ka plot mënyra. Ka duke u bërë një grua më asertive, duke luftuar për vlerat e veta, siç është bërë shumë herë, për drejtat e veta. Duke u zhvilluar sa më shumë kulturalisht. Duke pasur gjithmonë një karakter të fortë. Duke investuar burime dhe energji dhe mendje që dhe në shumë vende pune që gratë meritojnë të jenë më prezente, të jenë se jo. Pra ka forma, nuk është ajo forma. Mua ajo formë nuk më bën shumë sens, sepse nga një anë do ta zhveshësh imazhin e gruas nga e pari thjesht si një objekt, dhe nga një anë bën të kundërt. Bësh provokuese. Po. Kjo nuk bën sens.